Mbi 2000 të huaj kanë zgjedhur Shqipërinë si vendin e studimeve të tyre. Megjithse kjo tendencë shihet gjithnjë më në rritje, efekti që do të japë mbetet ende i panjohur, pasi është një fenomen relativisht i ri. Ekspertja e burimeve njerëzore Senti Dashi shprehet se vendi ynë ka nevojë për punonjës të kualifikuar në fusha të ndryshme, por tregu nuk është mjaftueshëm i hapur, pavarësisht nevojës. Për momentin tregu shqiptar është i hapur, por jo mjaftueshëm. Edhe për këtë ka disa arsye. Ne kemi vërtet një kërkesë shumë të lartë në disa fusha, siç është në turizëm, në IT, në mjekësi, ndërkohë që në Shqipëri është pak më e vështirë gjetjen e këtyre kandidatëve në këtë lloj profesione. Por që të kemi kandidatë të mirë, si këta student, ne duhet të investojmë pak si shtet, duke filluar që nga procedurat e qëndrimit, ose bizneset si që janë universitetet, duhet të jenë pak më praktik, në bazë finalizimit të universitetit 3 vjeçar, të bëjnë një lloj praktike dhe më pas të bëjnë përshtatjen e këtyre për kompani. Jo vetëm diplomimi dhe më pas t'i lëmë në mes të rrugës. Ta mund t'i bëjmë gati për vendet e tjera, ndërkohë që ne këto do t'i shfrytëzojmë për vendin tonë. Një e mirë ekonomike, por janë dhe një e mirë për marrëdhënie ndërkombëtare, ndërkulturore. Ekspertja shikon lidhjen e universiteteve me biznesin si element kyç të mbajtjes së këtyre të rinjve të huaj për të qëndruar në Shqipëri dhe jo të largohen sapo të përfundojnë studimet. Nëse Shqipëria do vazhdoj të mbajë studentët e huaj, patjetër që të bëjë një praktik pune, duke filluar që nga bashkëpunimi me universitetet, pas diplomimit ata të bëjnë një lloj praktike, kompanitë të jenë pak më frym ndërkombëtare dhe bashkëpunuese, kemi pak punë për të arritur këtë lloj balancimi normalisht dhe eksperjenca bën të veten. Më shumë politika që lidhi universitetin me biznesin, duke qenë që është drejt për drejt lidhja e universitetit në prurin e këtyre studentëve të huaj. Deri më tani të huajt jemi mësuar t'i shohim në sektor ku kualifikimi nuk është i nevojshëm, ndërsa mungesa e profesionistëve vendas po sjell nevojën për rishikimin e tregut dhe afrimin e profesionistëve të fushave të ndryshme, edhe të huaj.